që prej ditës së parë, në moshën 72 vjeçare, Gafur Velia, ish minatori Valiasit, del çdo mbrëmje në shesh. Sfida e tij sot nuk është vetëm me vapën apo lodhjen, është me një jetë të tërë pune, sakrifice dhe pritjeje. Për vite me radhë, Gafuri punoi qindra metra nën tokë, në ujë, balt, galeri të errta, ku ajri mbërrinte përmes tubacioneve. Një njerë futesh ta zem këtu, e mund tjetë galeria 1000 metra në thellë. Ati ka ujë, ati ka balt, ati oksigjen me s'ka farë, do të vinë, ajri të vinë me tubacion. Po mendimi është kjo që ti kur hinë me njësë ujë, shala dalë prap gjallë. Ke rreziqe. Edhe pse ke mundohesh me zbatuat e rregullorën, nuk dihet nga të vjen. Jenë në tokë, mo. Për Gafurin, vitet e punës dhe rreziku nën tokë nuk u kthye në një pension që i garanton as nevojat më të zakonshme. Sot kena një pension qesharak. Qeverisi kemi bërë kërkesa e thirrje që ajo statusi minatorit nuk e kanë pranuar që ta përvojë ligji me fjalë për statusin e minatorit. Edhe jemi me pension qesharak që minjerë vetëm ato që kanë punuar dinë si çfarë vujtje shka, edhe ato që punojnë tani në një që punon. A puna më e rëndë e njeriut, si sklever punojnë. Por pensioni nuk ishte e vetmja goditje për Gafurin. Pas dekadash pune, ai humbi edhe shtëpinë që, siç thot, e kishte ngritur me sakrificat e një jete. Ne kemi 30 vjet që kemi punu me gruan, edhe unë e gruaja, edhe qunat, me zje bam një shtëpi, kur erdhi puni, në fund saj marova, erdhi shteti, ta prishim, ta se tu ka një rrugë, një gjë, ika, shkova në zero prap. Jo, kur kam bën shtëpinë, e kam bën duke hangër buksat, bashkë me gruan, se unë nuk s'kam lujt drogë. Se ati që lujnë droga, që kanë bën drogat? Ja, ku i ke. Në shesh, Gafuri nuk proteston vetëm për ato që i mungon sot. Me vete, sjell peshën e një jete pune dhe bindjen se djersa e derdhur për dekada duhet të mjaftonte për të jetuar me dinjitet.